E në veçantia kini pyet pse këto lojna ma shumë bëhen natën, nga se natën terrori nuk punon si kur ditën. Dhe ku dish ati është një atmosferë dhe pse asnjëherë nuk kam hije dhe nuk e di si janë. Me po si kam lexuar se është një atmosferë e veçantë që adrenalinën e njeriut e ngrisin që njeriu fillon me mendu me adrenalinë e me jo me logjik. Ka ngjirat e kuqe të cilat janë ata të cilat e mbyllin terrorin dhe njerëz fillojnë me mendu me emocione e jo me logjik. E bën një ambient do le të ndërshëm të thuaj se që edhe pak, mos e le për pak se ti keme fitu. Për ata të cilët le të ndërshëm për fitojnë pak, humbin shumë. Ndërsa ma tragjike është ato që humbin, e kur i pit ato po ti a nuk je që humbe dhe po jam të shku mu nëzirë. E këto që nëzirën jesin ta për gjithmonë. Pra këto që tentojnë mu nëzirë jesin në ta për gjithmonë. Dhe ne vlea të ndërshëm njohëmi shumë njerë që ka qëllu njerë njoni pre atinve që ka qenë dhe lojme që i ka fitu, i ka përfitu dhe këtë ja kanë dhonë dhorat ati të 30 milion fitim i cili e ka qëlluan vetëm për ti motivu të qertë, amo përfundimin e ti e ka bo në vetë vërasje, nga se vlea të ndërshëm jo që e ka umbën 30 milionin që e ka rikëthi sërisht, se aji që i fiton 30 milion, ka me vrapu mi fitu 60 milion, aji që i ka 60 milion, ka me tentu mi fitu 100 milion, pra vlea të ndërshëm pejgamberi Allahut e ka nënvizu dhe ka thonë, mos me ndo se dikush ngopët nga se nëse ishte ngop ishe ngopën të rombi cili ka pasuri as aj nuk e disa me gjitha ta vlea të ndërshëm ati nuk i mjaftojnë as 31 apo 32 trilione aj lip ala e ku halijim dhe halijot. Këtë pejgamberi Allahut e ka nënvizu dhe ka thonë se njeri me pas një kodër me dukat e lip 2. E ku ta bëhe ditën e lip të retën, e ku ta bëhe të retën e lip të 4, ka thonë se nuk e ngop njeriu në pasinin e njeriu dhe lakmin e ti, e vetëm se dheo, a di kur ngopët njeriu, a dit kur me kacia të mlojnë ata dhe të lojnë të vetëmuar e lakoriq, as tesha që ti ka vesh këtë dunjo, as ka të lëkët që me vete, aj që a krenun këtë dunjo nuk i ka me vetë. Vetëm atër e kupton realitetin e kësaj dunjoje. Pra leo të ndërshëm në flemdrojmë Allahun Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall e ka mbyll këtë derë dhe ne nuk i jemi ata të cilët flasmi vetëm për numra, për fitime dhe humbje, mi po ne flasmi dhe tregojmë urdhat e Allahut Azza wa Jall, ku Allahu Azza wa Jall na ka nënvizun Kurani Kerim dhe ka thonë innamal khamru wal meisiru والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Oj besimtar, alkohol, bigjoz, idhuj, shorti, janë të ndita. Allahu thot janë të ndita. S'ka ajrë në ta, s'ka përparim ta, s'ka bereqet në ta, s'ka mëshirë në ta, s'ka shëndet në ta, s'ka hajrë në ta. Ritso min ameli shejtan, nga vepra e shejtanit. A di pëse nga vepra e shejtanit? Par çka këse si thot Imam Shatibiu, se nuk ka sen si kur bigjozi që i rejenon 5 objektiva që ka ardhi Islami për t'i rujt ato. Bigjozi të rënon të të penstat. Se ka ardhi Islami me të rujt dinin tanë. Bigjozi atë arun dinin tanë. Ka thonë Allahu Azza wa Jall, Kurani Kerimi o jesuddekum an dhikrillahi wa anis salat. Dire se bigjozi a që ju pengon juve të përmenni Allahun, dhe në veçanti juve ju pengon namaz. Dhe namaz nëse ndodh ditën e gjumohat i dalin aparatet për para. Ju pengon juve namaz, nuk ju le me arë namaz. Për ata dita gjumoj ju duket gac, ndërsa gje,
për të fitu të shtaqën vëlledhët të ndërshëm që ndëron 12 saate dhe i duken si që kalun sikur 12 minuta. I bo ato të cilët janë të lidhur me këto lojnat e fatit të runa sot, për ata vëlledhët të ndërshëm, dhe kjo është pyetja pse kam pyet shumë, pse njerëzit s'mujnë të braktisin këtë mëkat. E në përfundim kanë arë për çka se është magji e shejtanit. A s'ka thonë Allahu vepër e shejtanit?